Live from Tirana në Top Albania Radio. Themi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Live from Tirana. Dëgjues të dashur, ora eksakte është 10:20 minuta dhe tashmë me ne në studio, ndryshe nga zakonisht jeni mësuar që ta kemi çdo fillim muaji për të bërë parashikimin mujor që ju e doni, e kërkoni, e ndiqni dhe e besoni në parashikimet që ajo bën në studion tonë dhe jo vetëm. Ditën e djeshme ka qarkulluar një lajm online i cili le të themi ka bërë xhiro në rrjetet dhe ka tronditur disi opinionin publik pasi titulli i lajmit po e lexoj dhe një herë që në mënyrë që ju pastaj zonja Elena Dëmollarit keni mundësi ta sqaroni dhe lajmi për qenë korrekt thoshte: dëshpërimi për ishin kap majat, magjistarët shesin solucion ribashkimi. Dhe është një poster i ri publikuar nga një media online i cili thot solucion për ribashkim, rilidh partnerë të ndarë dhe më pas vetëm t'ia çoj një sekond të regjistë në mënyrë që të kenë mundësi ta shfaqin dhe në video wall ose në monitor për ato që po na ndjekin nëpërmjet kanalit numër 10 digital. Atëherë shitet solucion për ribashkim çiftesh. Kjo është një reklam. Në radhë të parë kjo është një gënjeshtër, një mashtrim. Në radhë të parë unë ato e kam hedhur për shkak të kundërshtarëve të mia dhe deri më sot Elena Dëmollari nuk i ka shitur asnjëri solucion ose për ribashkim. Siç e dini që Elena Dëmollari është astrologe licencuar, licencuar dhe në shtet dhe po tyen mirë këta që hedhin mbalt mbi Elena Dëmollarin, tyen mirë te QK-boja, qendra kontrollit biznesin, të shikojnë mirë çfarë flitet për Elena Dëmollarin, pastaj në detajive të tjera. Që ti marrim gjërat e tij sepse më duhet të jem profesionist në punën time. Ju jeni astrologe e licencuar. Jam astrologe e licencuar në qendrën kombëtare të biznesit. Dhe faqet e mia dhe ju ushtroni aktivitetin tuaj si astrologe. Astrologji. Faqet e mia janë astrologji tarot e licencuar për tarot. E vetmja astrologe në Shqipëri me tarot. E licencuar. E licencuar. Po, sa shumë mund të ketë shumë plot në rrjetet sociale, po janë vetëm mashtrime. Pra, jeni taksa paguese, e gjitha me radhë dhe jeni taksat e gjitha e rregullt. Jo me shtetin jam e rregullt. Jam e rregullt për çdo gjë. Çfarë ndodh tash? Ndodh që ju publikoni apo jo në faqen tuaj në Instagram një poster, një shishe aty. Kjo është bërë për shkak të kundërshtarit. Dhe shkruaj shitet solucion për ribashkim. Ajo është bërë për shkak të kundërshtarëve të mia, se unë deri tani nuk kam shitur ndonjë solucion dhe nuk më ka ardhur një njerëz që thotë Elena duaj një solucion. Po çfarë ishte ai post? Ai ishte thjesht një post për shkak të kundërshtarëve. Se unë kam shumë kundërshtarëve dhe unë për të bërë thjesht një shaka e kam hedhur. Nuk e kam hedhur për të shitur, siç e kanë marrë këta jetashje për të shitur ose për të bërë magjistare dhe nuk ka shans në mënyrën. Në radhë të parë mua më kanë prishur si imash publik. Personal publik. Me çdo drejt, ti një faqe që më edh mua, ti kur nuk ke fakte, ku i gjetë fakten ti? Të erdhi njëri që tha Elena të ka shitur shishe ty solucion? Po ato mund të bazohen tek postimi juaj, pra se ndoshta ky mund të ishte gabimi juaj. Me çdo drejt, ti ke shumë të drejtë, me çdo drejt, kur ti nuk ke fakte për Elena Dëmollarin, kur ti nuk ke fakte. Okej, nëse një kliente thotë Elena, unë nuk jam i kënaqur nga shërbimi jot, të lutem më kthe lekën mbrapsh. Normali që duhet ja kthe lekën mbrapsh. Por mua më erdhi çudi se në momentin që telefoni im binte përpara shikime, në anën tjetër ishte nxjerrë një jetë arshif që magjistare. Ku bazove ti që Elena Dëmollari bën magji? Më ke kapur me një gjë në dorë ti? Jo, po më kupto, më dëgjonin. Atëherë, nëse unë bëj një njoftim për ndjekësit e mi në Instagram, po kjo është bërë për shkak të kundërshtarëve, është bërë për tangëllik, në gjuhë popullore është bërë për tangëllik. Për t'i ngacmuar. Për t'i ngacmuar. Po pse kundërshtarët tua bëjnë të tilla gjëra? Po nëse i bëjnë le të bëjnë, po Elena nuk i bën. Kundërshtarit e mia i kanë bërë. Po, ishte një. Po në dukej shumë serioz dhe ndoshta ato këtu mund të jenë bazuar sepse nëse unë bëj një postim sot dhe them që
nuk do të jem më prezantues si Live from Tirana. Po. Nëse nuk e shkruaj që është humor, pra njerëzit do e marrin si të vërtetë. Po seriozisht, po. Shiko, unë kam shumë kundërshtare. Lapsi im është një lapsim se unë e kam bërë thjesht për shkak të kundërshtarëve. Dhe unë kam shumë kundërshtare dhe kundërshtaret e mia, po ta marr se s'dua ti përmend ëndra, kundërshtaret e mia marrin nga 20.000 euro 30.000 euro. Dhe në fund bare bëjnë dhe presion. Për çfarë? I bëjnë presion për ribashkime. Dhe nxjerrin foto në rrjetet sociale, thonë do i them burri, do i them dashuri, do i them këtë. Në Shqipëri bën magji me 20-30.000 euro për ribashkim çiftesh. Po, ndodhin këto gjëra. Po ja vlen të ribashkohesh për 30.000 euro. Absolutisht fare, absolutisht fare. Hajde fusim bank, ma fusi vetëm një sekond full screen të për ta sqaruar dhe për opinion publik atëherë për tarif. Besoj e shihni aty? E pash, po e pash aty në monitorit. Dëshpërim për ish magjistrar ka për solucion ribashkim. Atëherë, me që jemi live, le të vi njëri të më dalë mua përballë të thotë ti më ke shitur solucion. Le të përdall përballë. Le të më vi njëri të thotë Elena ti më ke shitur këtë solucion, se nuk ka fakte dhe nuk ka të drejtë. Dhe kjo faqe që më ka hedhur, unë kam të drejtë ta hedhë në gjyq, se mua më ka prishur imazhin. Unë jam familjare. Dakord. Po, dhe unë kam të drejtë ti bëj denoncim, ta çojnë krime të rënda, ti marr dhe një dëm shpërblim të madh. Kam dhe të drejtë, se ak marrë se që jam, mund të mbyll dhe faqet. Jo, dëgjoj. Të lutem, të jemi pak kujdesshëm me termat apo me presionet. Domethënë, të gjithë kanë të drejtë. Më kupton dëgjoj Ronaldon, e kuptoj revoltën tuaj dhe nuk dua të jem, domethënë, dua të jem shumë i qetë me ju në gjëra që flasim, sepse e di që jeni shumë e ndjeshme. Kemi folur në telefon bashkë dhe keni qenë në gjendje jo të mirë emocionale dhe e kuptoj pra, edhe komente dhe gjitha me radhë, por domethënë, jo për nuk e njoh fare këto. Po di se unë nuk e kam idën fare dhe mua më ka si bombë. Por nëse dikush, unë e them të kjo, pra nëse dikush bën një postim serioz, pra se aty shohim një shishe dhe është foto juaj, pra foton kush e ka përpunuar grafikën, pra që je ti. Nuk e di kush e ka përpunuar, kjo është bërë nga ChatGPT-ja, ChatGPT-ja brava dhe është bërë për tangëllik, domethënë është bërë për shkak të kundërshtarëve. Po këtë a keni postuar ju? Po është postimi im, por nuk ka të drejtë, se unë mund të postoj çdo gjë. Më fal për shprehjen, do postoj dhe veten time nudo. Nuk ka të drejtë më. Dhe kjo është bërë, dhe ajo faqe që ka marrë nuk ka të drejtë. Ti zonjë nderuar, vërtet merr një faqe, vërtet shikon një non atje. Po ti thua mirë kjo grua që është kështu, kjo femër që hajde se po i bëj këtë gjë. Po ku e gjen të drejtën time më them mua magjistare një herë. Dhe po të bësh magji, unë të kam thënë, për të bësh magji janë shkollat për magji. Dhe mbas asaj femre që këta edhin, se këta ku thonë se është femër kjo dhe nuk do ta sulmojmë se nuk na bën gjë. Jo, vetëm mos kalojmë në kërcënim. Jo, nuk kërcënoj gjë njëri, por kjo femër ka një super fuqi që unë nuk të bëj gjë. Nuk të bëj gjë. Unë them, kam Zotin lart dhe mua më ndihmon Zoti. Atë e kemi të gjithë patjetër. Po. Zotin e kemi të gjithë, por po pra doja këtu se drejtojnë te Elena Demollari, ka shumë magjistare që unë kam qenë vekt prezent, më kanë marrë klientët në telefon, kanë gjetur në shtëpi lëkura gjarpje që fina dhe të vdekurje, thote lakuriç nate, që të marrë, domethënë, gjarpinje, ujë të vdekur, çfarë s'kan gjetur. Kujdes me temën se është paraditë. Me temat, por arsye. Që mos i trondisim dëgjuesit. Po mos i trondisim, po mos drejtojnë. Magjia është sigurisht ndaluar. Po, është ndaluar me ligj, shiko, të bësh një magji sot je ndaluar me ligj. Po pra, dënohesh me ligj. Ju e keni ushtruar ndonjëherë si gjë? Apo i keni thënë klientëve tuaj që unë mund t'ju ribashkoj me ishte dashur? Jo, asnjëherë. Nuk kam bërë thjesht parashikime. Ky solucion pra ekziston vërtet, ka njerëz që shesin. Jo të këty, pra se ti po thua që unë jo. Por në rrjet ka në Shqipëri që mund të shesin solucione vërtet për ribashkim? Po jo se nuk ka. Nuk ekziston. Nuk ka, mund të jenë gjëra spirituale. Sa ajo është fake, është bërë nga ChatGPT-ja. ChatGPT-ja. Dhe mos drejtojnë te Elena Demollari. Të drejtojnë atje ku duhet, jo ne te Elena Demollari. Të drejtojnë atje ku bëhet magji, që po shkatroj njerëzit. Jam dakord. Jeni e prekur? Si? Jeni shumë e prekur? Shumë e prekur. Për arsye, në radhë pra prishet imazhi i prekur. Mos drejtojnë te Elena Demollari, të drejtojnë te personat që janë të palicencuar që po bëjnë magji, po shkatrojnë magji, po bëjnë ribashkime, po marrin nga 20.000 euro, 30.000 euro, 40.000 euro, ka arrir dhe tarifa 100.000 euro. 100.000 euro që kanë qenë vetë. Si fusi në bank, që janë jetën. Kanë qenë dhe biznese që më kanë ardhur.
kam shkuar te njëra, kanë thënë kam 100.000 euro, 50.000 euro më shkatrovi biznesin. Mos drejtojnë te Elena Demollari. Janë shumë të rënda dhe janë shumë të rënda. Sigurisht mos drejtojnë te Elena Demollari, se Elena Demollari është e pastër në vetveten. Që zhvasin njerëzit në mënyrë të padrejtë të drejtojnë në persona që zhvasin, që abuzojnë. Me emocionet e tyre, me bërshësinë e tyre dhe me hallet e tyre, kjo është sigurisht e rëndë, katastrofale, jo etike, jo njerëzore, e jashtëligjshme. Se ti vërtet mund të kesh një problem, mund të bëj një parashikim, them, Rolando, ke këtë ajo çfarë mua nuk më rri është si e merrni këtë foto dhe postoni në Instagramin tuaj. Po mirë, se unë e kam bërë për shkak të kundërshtarëve, dhe ti nuk ke të drejtë ta hedhësh këtë foto, se Instagrami është imi. Dakor, por në momentin që e keni publik. Po këtë mund ta ketë bërë ndonjë klient ose se është të kënaqur. Po foton e hodhët ju, pra. Ajo hodhët ju. Po foto se hodha unë, po nuk ka të drejtë ta marrin fotot, se është bërë screenshot. Ajo është bërë screenshot. Aha, e kuptoj. Po pra po. 5 minuta, mas këse kanë hedhur foto të tjera dhe nuk ka të drejtë, se mua më prishin si imazh. Ky postim ekziston më në Instagramin tuaj? Unë në Instagramin jo, unë i kam hequr. Që dje, duke të marrim telefon që kam qenë duke qarë, unë i kam hequr, po kam qenë shumë keq. Në gjëra të rënduar, çfarë të prek? Shumë keq dhe më preku se në radhë të parë tash s'është e vërtet. Në radhë të parë se ka mundësi që ta hedhë një faqe. Ajo faqe që më që e di ka që unë jam magjistare përballet me mua. Qofse pronarët, më fal për shpreh kanë byst të përballen me mua. Vetëm kujdes me termat se thash. Po pra po është puna. Më fal, të kërkoj ndjes, po edhe unë jam shumë acaruar. Zeri se kur ti je ti në vendin tim. E kuptoj. Unë jam familjare. Jam familjare dhe unë jam një person publik që unë kam dalë në gjitha përrita televizionet. Në radhë të parë, personi që ka hedhur mua më prish punë. Me zhbuk në gojës dhe më prish imazhin. Dhe unë për prishin imazhit, ajo faqe unë detyrojmë t'i bëj një denoncim ta çojmë prokurori. Instancat ekzistojnë, e drejta gjithçka. Dgjoj, do më lejosh vetëm një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Ne rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, 10:38 është ora eksakte. Në këtë moment vazhdojmë të jemi në studio me astrologen Elena Demollari, e cila është bërë kryeqendra e portaleve ditën e ndjeshme për shkak të një solucioni magjik në thonjza, dhe pse nuk besoj, duhet ta sqarojmë, nuk ka një solucione që ribashkon, janë të gjitha mashtrime. Një postim i marrë nga faqja e zonjas Elena Demollari dhe ajo po e sqaron sot në studi që ka qenë një foto me ChatGPT për shkak ka qenë një ironi, thot ajo gjithmonë sipas po citoj fjalët e zonjas Elena, për ironi të kundërshtarëve. Po, ashtu është. Për atë që sipas ju është bëjnë kështu gjëra, dëgjoj. Po më tregoni që keni qenë në gjë të rënduar dje, shëndetësore. Po kam qenë gati poshtë kam qenë në momentin që more ti kam qenë duke qarë, se kemi folë edhe në telefon. Po. Luhat e tensioni, çfarë kishit? Si gjendje të fikte nuhatin në tensione direkt, se të vinë diçka, se të vinë një bombë, të vinë një bombë kështu, një bombë nga ai që do me thënë ta presësh një gjë që s'është e bërë, s'është e vërtetuar, nuk është fakte të vinë si bombë, më kupton? Po ja ka qenë një ironi për shkak të kundërshtarëve, se nuk ka shans me shit solucione për i bashkimit. Dakor, po. Do të sugjeroja personalisht që herës tjetër të jeni më të kujdesshëm me postimet tuaja në Instagram, se ja çfarë ndodh pra. Po e di, po e di çfarë më bëri përshtypje, më bëri përshtypje se kjo ishte hedhur vetëm në Instagram, jo në faqen e TikTokut, dhe më bëri përshtypje, thash mund ta ketë bërë dhe ndonjë klientel, mund ta ketë bërë dhe ndonjë kundërshtar nga inati. Po nuk fitojnë gjë. Xhelozi, do mbasin, vetëm do mbasin. Tani kam një pyetje. Ju bëni astrologji, shihni letra tarot. Letra tarot për veten tuaj shihni, pra nuk e parashikuat të situatë? Shiko, unë kam një parandjen të fortë. Kam një parandjen të fortë, për arsye se siç folëm dhe që pare, që kursin e parë unë kam bërë me letra tarot me Ada Komanin. Yoga meditim e kësi alternative. Zonja është në Norvegji. Pastaj është bërë për energji, është bërë me mjeshtre kineze, i menaluan. Pastaj përsëri për energji është bërë me zonjën Sonila Qesaraku, që janë të certifikuar dhe unë nga këto që kanë bërë për energji të licencët të certifikuara. Por jo për solucion magjik. Jo për solucion magjik. Pra nuk e bërë ndonjëherë solucion. Absolutisht fare jam kundra këtyre gjërave dhe gjithmonë kam qenë kundra. Kundra kam qenë këtyre gjërave. Do të vijoni e fortë përpara? Po normale. Siç i ka thënë dhe Marigoja, çudia 3 ditë zgjat.
Çfarë si e përjetuan familjarët të lajm, çfarë të thanë? Nuk e kam përjetuar mirë, se kam pasur edhe shumë telefonata nga klientelat, bile kam pasur shumë mbështetje edhe nga klientelat, Elena bëu ofertë se ta kam bërë nga inati, për arsye se unë dhe në parashikime, dhe në parandjen, dhe në energji, dhe në një ndonti, unë jam domethënë, e kam atë intuit fort që do ndodhi kjo dhe do ndodhi kjo, bëhet realitet. Bëhet realitet. Dhe e parandjet pra që do ndodhi diçka në momentin që pra nuk të thanë Lena Tarot që ta fshijë atë postim përpara se ta merrte. Jo, e kam pasur një parandje, se kur kam parandje nuk më shkojnë diçka, domethënë do bjerë në eshtje ose do plasi diçka, më kupton? Edhe kam parandje. Pa 5 minutë që ka qenë shiko. Nuk e ndje vetëm ose do ndodhi diçka. Domethënë gjithmonë i parandje gjërat. Dgjoj. A ka pasur njerëz që mund ta kenë besuar këtë lajm edhe mund të jenë të nduar dhe mund të kenë kontaktuar Më kanë kontaktuar solucionin që nuk ekziston. Jo, më kanë kontaktuar, i kam thënë, më vjen keq poshtë një postim dhe nuk kam solucionin, nuk shitet. Është thjesht një postim, nuk shitet. Nuk shitet, thash, edhe për gjithë publikun që po na ndjekin, ai ka qenë një postim fake i bërë për shkak të kundërshtarëve, jo për të shitur. Sot në radhë parë unë se magjistare. Jam kundra këtyre gjërave. Ndiqni ligjërisht, siç është? Po do ta ndjek normale, se më prishin imazhin. Duhet bërë denoncimi si çdo i bëjnë, do ta ndjek ligjërisht. Deri në çështjen prokurori. Ore po tjetë puna deri në SPAK i çoj, nuk më intereson, unë jam me forcë si femër. Se ti përderisa ti, në radhë të parë ti është një fake, ku bazoj ti që e magjistare, kur ti nuk ke fakte, ku i ke fakte ti? A është ndryshe kur ti ke fakte, ke një regjistrim, okay, po ti pa këtur fakte nuk. Dhe unë kam të drejtë që ti edhe në gjyq. Është e drejta ime. Dakord, por ato mund të mbronë në gjyq duke thënë që këto postime kanë nxjerrë zonën e fjalë. Po mirë, zonja më fjalë, po ti nuk ke të drejtë ta marrësh atë postim. Se unë mund të edhe thash edhe që pare, mund të edhe një postim tjetër, po nuk është e drejta jote. Dhe ti me çdo drejtë që ti në radhë të parë ti ke shpifur për mua. Së shpifje magjistare, ku bazove ti? I bazohen gjithmonë njoftimit tuaj për shitjen e solucionit. Po nuk shitet, dhe ky është shpifje. Po ky është gabimi juaj. Po mirë është gabimi im, por nuk ka të drejtë njeriu. Ore vëlla, ti se ç'a bëjon me jetën time personale dhe me punën time nuk ka të drejtë asnjëri. Dakor, por jo duke mashtruar njerëzit. Po unë s'po mashtroj njeri. Po bra, po qëllimi i gazetarisë ky është. Po mirë, se s'po mashtroj njeri dhe kjo mund të është bërë nga kliente ose janë bërë nga inati për kundërshtarët e mia, nga kundërshtarët e mia. Qartë. E kuptoj. Po nuk do fitojnë gjë, do humbasin asnjë gjë. Dgjoj. Janë të humbur gjithmonë. Kush fiton e kush humb, ideja është që ne të flasim për parime dhe por mos drejtojnë, thash edhe një herë, mos drejtojnë te Elena Demollari, të drejtojnë atij ku duhet, jo në Elena Demollari, se ka ngatruar adresë. Të investigonë thua të kjo pra për audio, për video, nëse do të shisë vërtet. Te Elena Demollari ka ngatruar adresë, të shkojnë atij ku duhet të drejtojnë, te unë jo. Dhe kanë bërë shumë gabim. Mirë, përpara se ta mbyllim, ke diçka të fundit, një thirrje të fundit për të thënë? Do të them që mos drejtojnë më te Elena Demollari, duhet të kenë kujdes, se përderisa unë jam licencuar, kam një astrologji dhe në momentin. Kujdes për çfarë? Kujdesi në momentin që unë do idhem në një faqe, unë do ta ndjek ligjërisht deri në gjykatë. Deri në prokurit, do bëj denoncimin për faqen, po të dua mund t'i marrë dhe në shpërblir, se mua më kam prishur imazhin, për shpifje. Çdo gjë, do të thënë, mund të jetë ajo, unë do të çoj çështjen deri në fund. Qartë. Nuk do e lë. Mirë, të falenderoj që ishe në program. Domethënë do uroj që versioni juaj të jetë i vërtetë, sidoqoftë dhe këtu flas si gazetar, se gazetari gjithmonë duhet të ketë hijen e dyshimit të duhet të vërtetoj. Të falenderoj për sqarimin, edhe rriqet, se s'ka bën kjo është jeta. Po se s'kam bërdojnë fare, më kupton, jam një gjë që unë jam e pasur vetvete, më kupton. Por derisa unë jam e ndërgjegjshme, e morashme me veten time, le të flasin ç'të duan. Po është puna, por derisa mua më kanë hedhur në një faqe, unë kam të drejtë ta hedhi ligjërisht dhe çështjen do ta çoj deri në fund. Nuk kam për ta lënë. Mirë, të falenderoj shumë që ishin në program. Faleminderit edhe juve. Edhe të uroj një ditë të mbar në VM. Okej, ishim me astrologen Elena Demollari, e cila sqaroi versionin e saj për sa i përket lajmit që mbushi mediat online ditën e djeshme duke etiketuar si magjistare për shkak të shitjes së një solucioni, të cilin ajo sqaroi, pra e dëgjuat, që ka qenë një ngatres e gjitha dhe një keq kuptim. Mirë, shkëputemi këtu për momentin, shkojmë në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Live from Tirana.